që kanë dalë atje, mundohen ta thym frikën, jam surprizuar për mirë në mënyrë të jashtëzakonshme. Kam gjetë një grup të rish të jashtëzakonshëm që e kanë thy ashpërsisht frikën. Pra nuk kanë frikë ti thonë gjërat në sy. Pra ti bërtasin autokratit këtë dera shtëpisë, poshtë balkonit edhe i të numërojnë një siç e ka hak ai. Kështu që unë ndjem shumë mirë për protest, i përgëzoj shumë të rit, një gjë që ka bërë shumë përshtypje është që unë 42 vjeç Armela ndjem tek ajo përqindja 25% që i moshës lartë aty dhe jam e kënaqur për këtë punë. Pra protesta e gjeneratës Z që kemi biseduar. Është protestë e gjeneratës së re edhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që kjo gjenerat rritet me këtë lloj kulture, pra me kulturën e reagimit, pra atë që nuk e bën dot prindët gjyshtë e vet, për arsye të ndryshme historike, të kohës së të tjerë. Kjo gjenerat po bën mënyrë të jashtëzakonshme, po jep një leksion demokracie të gjithë brezave në këtë vend. Kështu që unë jam shumë krenar për ata, i falenderoj nga zemra, na kanë bërë ne krenar si shqiptar në diasporë edhe kudo, na kanë mbush plot zemrën të rinë aty sepse kjo punë ka një fund padyshim të bekuar. Pavarësisht makinacioneve që kanë qenë të shumta përgjatë kësaj jave, sidomos përgjatë kësaj jave. Padyshim, nga e mazhorancës, nga e kryeministrit. Po, edhe të gjithë atyre që ka ndryshuar diçka në lidhje me propagandën, dua të them unë, raportin me propagandën, e ka bërë dhe këtë kjo protestë? Protesta ka ekspozuar absurditetin e gjërave që thon këta njerëz. Kur them këta njerëz, kanë fjalën për ata që janë në qeveri, pra për ilindësit. Ata fillon me grekët, vazhdon tek serbët, shko tek islamistët, pastaj doli algoritmi armik i madh, Irani ishte diku atje, Rusia e të tjerë, pra absurdi i kësaj pune u ekspozua vetvetios njerëzit, domethënë nuk janë budallënj, i kanë syt mball. Pra i shohin çfarë aty, aty është një grup të rish, aty është komshiu im, kushoriri im. Ai taksisti, tjetri, pra ne njohim kush janë këta njerëz, kush janë? Janë të gjithë hallexhit që vujnë hallet e përditshme që ka ky vend. Që kanë halle në spital, halle në drejtësi, halle pronash, halle ndërsim, halle shëndetësi, halle me rendin. Pra këto njerëz. Edhe për këto halle ato kanë dalë. Po ishte zvërnesi, një investimi errët, do të themi ne, pra pasi asnjë lloj transparence, pa një skenë atje makabre ku ai zotëria u morë u troi zvar nga sa kapuçon zide i qunte Kadareja në ato librat e vet, e pam, policia e shtetit bëri sehir aty, ajo s'duket që gota që u derdh. Pra, ato pikat e fundit që rando u derdha e gota, njerëzit u derdhën në rrugë për të reaguar për këtë punë. Unë them që kryeministri sot është përdor një term në anglisht, he's a dead man walking. Pra ai është i përfunduar realisht, de facto. Sa zgjat në kohë, kjo është për të pa, varet nga presioni, varet nga protesta, varet nga konjunkturat ndërkombëtare që mund të ketë, varet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e të tjerë. Ai është i përfunduar, gjykimi tim. I përfunduar, por vetëm koha nuk dihet sot na dori, zotja Ali Mehmeti. Ju keni qenë çdo ditë aty, kam përshtypjen dhe me familjen tuaj, apo jo? Dhe e keni parë, përveç se energjinë e keni ndjer nga afër çdo ditë etj. Jemi në këtë pikë në ditën e 27 ku nuk ka më asnjë lloj dyshimi për dorëheqjen, por vetëm shtyhet koha nga ana e kryeministit Rama? Po, patjetër, kjo është një protestë e madhe, jashtëzakonshme, qytetare, frymëzuese, gjithëpërfshirëse. I shohim të gjithë aty që kanë dalë me një emër përbashkët. Pra të largohet Edi Rama, dorëheqja e Edi Ramës. Mos presim neve që dorëheqja do të ndodhë e paralajmëruar.